Gjatë spektaklit të fundit të Big Brother VIP Albania, dinamikat morën një kthes të papritur. Pas një televotimi flash nga publiku, Miri u shpall lider i shtëpisë duke fituar një avantazh të madh nga vëllai i madh. Atij u dha mundësia të dërgonte në nominim 4 banor dhe zgjedhja e tij ra mbi 2 dyshe, Gimbo Selin dhe Mateo Brikena. Rregulli i këtij nominimi është i qartë. Publiku po voton se kë dëshiron të shpëtojë. 2 banorët me më pak vota do të shkojnë në një televotim të dytë, kok më kok, ku njëri prej tyre do të lërë përfundimisht shtëpinë. Por çfarë mendon publiku jashtë dhe kush është më i rrezikuar? Një tregues mjaft të qartë e ka dhënë aktori dhe ish-banori Big Brother VIP Albania Julian Deda. Ai ka hapur një sondazh në llogarinë e tij, ku kanë votuar mbi 21.000 ndjekës dhe rezultatet tregojnë një diferencë të madhe mes banorëve. Sipas pamjeve të publikuara nga Vetjuli, Mateo udhëheq i sigurt dhe është më i preferuari për t'u shpëtuar, duke mbledhur 42% të votave. Gimbo renditet i dyti me 23%. Brikena vjen pas tij me një diferencë të ngushtë, duke marrë 21% të votave. Selin renditet e fundit me vetëm 13% të votave. Nëse ky sondazh reflekton edhe votat reale me SMS apo në aplikacion, 2 banorët më pak të preferuar që do të përballen me njëra tjetrën për eliminim do të jenë Selin dhe Brikena. Mbetet për t'u parë nëse prajmi i radhës do të konfirmojë këto shifra. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.